Sot po përgatis pitolka tepër të mira, të buta dhe qeshme edhe me një recetë shumë të lehtë. Fillojmë dhe i përgatisim. Së pari për me përgatit recetën na nevojite 20 gram moja buke të freskët, një lugë të mesme sheqer. Mandej shtojmë 500 ml ujë të vakët. Vazhdoj me përzim derisa të shkrihet moja e bukës. Mandej shtojmë mielin. Mielin do e shtoj gradualisht nga pak. Shtoj kryp, një lugë të gjellës me kryp. Edhe miell shtojmë 700 gram. Pra, mielin e masim mirë 700 gram, ose nëse nuk keni një matëse, atëherë e shikojmë videon për të kuptuar si duhet na duket brumi. Vazhdojmë e përzim mirë. Kështu e mandej do ta shikojmë krejt në fund si duhet të duket brumi. Brumi i pitolkave duhet të jetë i butë, jo i fortë. Më i butë se brumin për bukë të zakonshme, pra i butë që ngjitet për gishte. Si duhet të duket, shikojmë videon tani. Siç po e shikoni, brumi është i butë, mundeni me përzi edhe me lugë po të doni. Shikone, është i butë që ngjitet për gishte. Tash po hedhim vaj, 1 deri në 2 lugë të gjellës, edhe vazhdojmë tash i japim formë brumet. Mandej brumin do ta la që të dyfishohet mirë. Brumin e la në një ambient të ngrohtë, edhe kështu derisa brumit na dyfishohet mjaftueshëm mirë. Është shumë e rëndësishme që brumi i pitolkave të fryhet herën e parë më shumë, që pastaj kur do ta ndajmë në kuleç, ta lajmë më pak minuta, edhe ashtu do të fryhet më shpejt. E lajmë derisa të fryhet kështu. Pasi që brumin e kemi gati, atëherë vazhdojmë edhe ndajmë në kuleç. Pra brumi është i butë, ju ngjitet. Tash siç po e shikoni, hedhim nga pak miell për shkak se ngjitet brumi, derisa të formojmë kuleçet. Këtë brum që po e shikojmë këtu, do ta ndajmë në 6 kuleç të vegjël. Pra krejt këtë mas në 6 kuleç. Edhe tash po vazhdojmë edhe po i formojmë kuleçt. Ju japim formën e rumbullakët. Miell do të përdorim atë sa na nevojitet, duke e kontrollu me dorë, pra që ta kemi më lehtë formimin e kuleçve. Kështu 3 kuleç do t'i vendosim në një tepsi. Mandej edhe 3 të tjerët në tepsi tjetër. Edhe i lam kështu kuleçet që të pushojnë. Do t'i japim hapësirë njëri nga tjetra. Pastaj e marrim një të kuq të vesë. 2 lugë të gjellës kos, edhe i bojmë bashkë, duke i përzi kështu. Me këtë përzierje, pra këtë mas, do t'y lyej mbi pitolkat. Pasi pitolkat kanë pushuar për 15 deri në 20 minuta, tash varet nga ambienti ku i keni lanë me pushu, marrim masën edhe ja hedhim mbi, kështu si në video, e mandej ju japim formë pitolkave. Pra 1 deri në 2 lugë kos, ose aq sa do të ketë nevojë, me gishta i japim formë pitolkave si në video. Kështu pra i përgatisim recetën. Unë ju them se kjo recetë do t'ju pëlqej shumë, nëse do ta përgatisni dhe ju. Ka një aromë tepër të mirë, tepër të veçantë,
pak susambe, nëse dëshironi, pra mund t'i hedhni, dhe i shtim në furrë në temperaturë 230 gradë. Gjithmonë furrën e shpëritit e nxehim 10 ose 15 minuta para se me shti me pjek pitalkat. Pasi pitalkat janë skuqur mbi kështu, atëherë janë gati edhe mund t'i largojmë nga shpëriti. Me njëherë, kështu të nxehta, i mbulojmë edhe i lajmë që të zbuten. Mandej i pjekim edhe tepsien e dytë në të njëjtën mënyrë. Pitalkat zakonisht hahen të nxehta, sepse janë tepër të shijshme, e kur të ftohen nuk e kanë atë lezetin sikur që i ham kështu të buta edhe të nxehta. Unë i lash të mbuluara për pak minuta edhe tash janë gati. Nëse do e përgatisni këtë recetë, na shkruani edhe ju në koment. Kjo ishte e gjitha, mirëmbëjtje.